Përshëndetje, shenja e demit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Kemi një panoram ku forcat e brendshme të durimit, besimit dhe marrëdhënies me realitetin konkret përzihen me lëvizje të reja që nxisin ndryshime dhe përparime. Le ta shohim këtë tablo në mënyrë intuitive dhe të ndërthurur në të 4 fushat kryesore që kemi hapur. Gjendja personale me hierofantin në shoqëri me faqen e monedhave, rrotën e fatit dhe kalorësin e shpatave, tregon se ju po hyni në një fazë ku kuptimi i strukturës dhe përkushtimit shpirtëror është në qendër. Por Zoti po ju shtyn të dilni përtej zakoneve të vjetra. Hierofanti është mësuesi i rrugëve tradicionale, ndërsa faqa e monedhave përfaqëson nxënësin. Pra ka një frymë studimi dhe përvetësimi të diçkaje të re, qoftë një aftësi praktike apo një përvojë që ju bën të ndiheni më të bazuar në realitet. Rrota e fatit përmbys qetësinë. Ajo rrugë që ka qenë e parashikueshme mund të marrë një kthes të papritur, një ndryshim që nuk e keni nën kontroll, por që mund të sjellë një përfitim të madh nëse e pranoni. Kalorësi i shpatave ju thot të jeni të përgatitur dhe të mos humbni veten në nxitim, sepse ndizet një zjarr i brendshëm që kërkon drejtësi ose vendim të menjëhershëm. Por duhet të kujdeseni që energjia të përdoret me qartësi, jo me impuls. Pra nga ana intuitive, unë do të thoja që ju jeni në momentin e një testi shpirtëror. Kalojmë tek familja. Këtu kemi një energji që përshkruan komunikim të tensionuar, por me potencial për stabilitet material dhe qartësim. Faqa e shpatave tregon një antar ose një situatë që kërkon vëzhgim të kujdesshëm, ndoshta dikush që po shpreh fjalë në mënyrë të papjekur apo thjesht po gricet me keq kuptime. 7 monedhat tregon durim dhe pritje. Ndoshta rezultatet që dëshironi nga një marrëdhënie familjare ende nuk janë prekur ose ende nuk janë pjekur. 2 shpatat sinjalizon një mosmarrëveshje ose një periudhë hutimi emocional ku askush nuk do të bëj hapin e parë. 8 shkopinjt dhe asi i monedhave të dyja së bashku tregojnë që ka diçka shumë pozitive, pra një komunikim të drejtë dhe të hapur, vijnë lajme të shpejta ose një mundësi e re për forcim të lidhjes ose për ekonomi, domethënë që janë përtej atyre që ju keni pritur. Në fundjavë duket se do të ketë një ofertë, pra një dhuratë ose propozim që mund të sjellë pajtim ose stabilitet financiar më të madh në familje. Në plan simbolik, unë do të thoja që kartat këshillojnë të mos kapeni pas fjalëve, por të mbani syt te qëllimi kryesor, pra dashuria dhe ndërtimi i sigurisë së përbashkët. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri, energjia është më e ndezur dhe plot gjallëri. 7 shkopinjt flasin për një qëndrim mbrojtës. Ju po mbroni ndjenjën tuaj, ose tregoni se nuk pranoni të dorëzoheni lehtë përballë presioneve ose pasigurive. 6 monedhat tregojnë se balanca midis dhënies dhe marrjes po bëhet më harmonike dhe ju nuk duhet të jepni më shumë se sa merrni. Ka një rikthim të ngrohtësisë dhe mirëkuptimit. Dielli është karta më e shëndritshme e kuptimit dhe gëzimit dhe e së vërtetës. Tregon mundësi për rikthim të lumturisë, një lidhje që rrezaton dritë dhe sinqeritet, një bashkim ku ju ndiheni të pranuar ashtu siç ju jeni. Asi i shkopinjve sjell fillim pasionant, ndezje të re romantike ose një rigjallërim të marrëdhënies ekzistuese. Unë do të thoja nëse ju jeni vetëm,
kam përshtypjen që mund të takoni dikë që ju frymëzon në mënyrë shumë pasionante. Ndërsa nëse jeni në lidhje, komunikimi bëhet më i ndritshëm dhe ndjenjat sikur rifitojnë atë gjallërinë e tyre të hershme. Kalojmë tek puna, ku kemi kombinimin e kryepriftëreshës me 9 shpatat, kalorësi i shkopinjve dhe 9 kupat, për mua është shumë intuitiv dhe transformues. Kryepriftëresha këshillon të dëgjoni zërin e brendshëm, diçka nuk shfaqet qartësisht në sipërfaqe, kështu që intuita do të jetë udhëzuesi më i sigurt. 9 shpatat tregon ankth ose frikë, ndoshta ndjenja e mungesës së kontrollit, sidomos nëse ndodhet pas disa vendimeve të papritura. Megjithatë, kalorësi i shkopinjve sjell lëvizje, guxim dhe frymë krijuese. Një frymë që ju shtyn të merrni iniciativën. E në fund kemi 9 kupat që shpërblen çdo përpjekje. Është karta e kënaqësisë dhe realizimit personal. Pra edhe nëse java fillon me çështje që ju bëjnë të mendoni më shumë, ajo përfundon me një ndjenjë çlirimi dhe arritjeje, e cila vjen nga përballja me frikën, jo nga shmangja e saj. Kalojmë te prizm orakull, ku kemi ankth. Ky orakull përputhet natyrshëm me kartën e 9 shpatave. Ankthi që shfaqet tani është më shumë një reaksion i shpirtit përballë ndryshimit, jo një gjendje e përhershme. Ju ndodheni mes një rrotullimi të fatit, pra rrota e fatit me kryepriftëreshën. Ky kombinim dhe kjo ndjesi pasigurie është në fakt shenjë që jeni në një kalim nga e vjetra tek ajo që po vjen. Pra, unë do thoya që mesazhi është mos lejoni frikën t'ju pengojë të rriteni. Përdorni urtësinë e brendshme, pranoni procesin dhe besoni se çdo lëvizje e jashtme po shërben për qartësimin e brendshëm. Paçim.